Po vëmë përpara se të bëhemi gati për të nisur nga puna, do të gatuajmë sot. Mirëmëngjes zonja Vjolca. Mirëmëngjes Niki, sot do të bëjmë një kek me kungull. Kek me kungull? Po jo të kripur, kek me kungull të ëmbël. Është kungulli këtu. Po, kungullin e kam qëruar, sigurisht, pastruar, dhe kam prerë në kubik. E kam kaluar në avull, mund edhe ta piqni, dhe tani do ta është zbutur goxha, që është bërë si pure. Kështë i ëmbël, apo jo, ta provoj pak? Po, patjetër që ta provosh. Mendova se do ishte ai kungulli që përdorim për gatim, por që... Ky lloj kungulli, edhe tjetri, po në mënyrë të veçantë ky lloj kungulli, gjen përdorim në kuzhinë shumë. Përveç se byrek, përveç se supa, përveç se salca të ndryshme që mund t'i përgatisim për makarona, për risotto, mund t'a bëjmë reçel, mund t'a pjekim me arra, me mjalt, thjesht me sheqer. Gjen përdorim shumë të gjerë në kuzhinë. Nëse kemi një kungull të madh, e ndajmë, e palosim me qese ku ja kemi nxjerr ajrin, e vendosim në frigorifer dhe me atë kungull jo në një ditë, kuptohet, por në ditë të ndryshme ne mund të gatuajmë shumë gatime të kripura dhe të ëmbla në shtëpi. Mund të bëjmë ato njokit, jo me pure, domethënë të grirë në salcë, po thjesht me copa dhe në mënyrë të veçantë jep një shije speciale çdo lloj gatimi. Unë sot mendova që ta sjell përpara jush, me që fëmijët janë në shkollë, pse jo, nuk na i pëlqejnë ta hanë kungullin zakonisht kështu në gatim, po, herën e kthejmë kungullin, e bëjmë pure dhe ja u japim me copa keku. Po, edhe do jetë shumë interesante madje edhe si recet, ja. Tani, puren e kungullit e vendosëm këtu, edhe një çik Niki, të lutem. Po përsërisim përbërësit, po i themi përbërësit, pra 400 gram kungull të verdh, 4 kokra vezë, 100 gram gjalp, 100 gram çokoladë, 70% çokoladë, qumshi, mund ta përdorim, mund mos ta përdorim, shohim se si do të na dali sasia e brumit, që mos i shtojmë miell, po ta bëjmë më tepër me përbërës që kemi. Po, një lugë kanell, plur pjekës, shumë pak fare krip për të neutralizuar atë shijen e ëmbël. Gatimet e ëmbla përdorim edhe pak krip edhe të kundërtën. 200 gram sheqer dhe 200 gram miell. Atëherë tek ai tasi. Tu kemi një tas të vogël. Po, tasin e vogël për vezët, që t'i hedhim njerë vezët aty, pastaj këtu. Do të më ndihmosh me vezët, vetëm më thyej pak vezët. Ja, ndërkohë edhe unë mund ta provoj njërën me që është fillimi, e hedhim, pastaj, po që e keqe. Këtu është për provë, për të parë se vezët janë... Po. Nxjerrim një tas edhe i vëm lëvozhgat këtu shpejt e shpejt. Ja, i hodhëm të dyja. E bëra një gabim. Nuk ka problem. S'ka asnjë problem, nuk është gabim fare. Do vezën aty ku do jetë me lëvozhgat. Nuk ka gale. Ashtu. I rrahim dhe hedhim sheqerin. Tani, na vjen në ndihmë, na duhet dhe më vonë rrasja e dorës, por na vjen në ndihmë për ta shkrirë sheqerin sa më parë, që të marrin në formën e vezëve, bëhen homogjene bashkë. Po, i rrahim derisa dhe vetë veza fillon të ndryshojë ngjyrë, por dhe volumi në tas fillon dhe rritet. Po. Edhe ngjyra pastaj bëhet tek e bardha, hapet si ngjyrë, besoj nga sheqeri edhe nga fakti që do të rrihet. Ja, bëhet më kremoze. Bëhet përveç se homogjene, po bëhet më kremoze, filloi. Po, pastaj kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që duhet të çohet deri në fund. Deri në fund që të shkri sheqeri. E vërtet. Mund të më ndihmosh çik Niki? Mund ngelet pastaj si kokriza në gatim, edhe në ndërkohë, këtu ku un kam puren e kungullit, do të hedh mjaltin. Shiko, mjalti është, e keni në shtëpi, përdoreni. Se keni në shtëpi, jo se nuk bëhet dhe me ingredientët që kemi përpara. Hedhim pak mjalt. Mjalti ndoshta ka 2 role, edhe për ta ëmbëlsuar, besoj. I jep edhe atë aromën e këndshme dhe shkon shumë. Mjafton, Niki, mjafton. Faleminderit. E shikon pra, u shkumua dhe u bë më kremoze. Tani,
e rrahim prap puren me mjaltë dhe me kungull. Thash, pjesa e mjaltit është një alternativë më vete. Mund ta përdorni, mund mos ta përdorni, prandaj dhe nuk është shkruar në recetë. Largojmë këtë. Ja që mos pikojmë. Tani e hedhim dhe pjesën e kungullit brenda në tas. Na duhet rrahja apo thjesht Jo, do të rrezojmë? lëm njerë kështu me dorë të lehtë. Fillojmë tani. Do të rrezojmë tukë mielli siç bëjmë ne zakonisht. Plurim pjekës. E të rrezojmë me mielin dhe një lugë kakao. Shkon kakaoja, kanell, jo kakao. Për aromë që do t'japim deri në... Shkon dhe tek molla, shkon dhe tek kungulli. Do të hedhim shumë pak fare krip këtu tek tasi dhe e largojmë. Pra, të gjithë ingredientët i përdorëm. Me sa shoh unë, lagështira vetë e kungullit, se kungulli ka pjesën e ujit, është e mjaftueshme, kështu që nuk do ta përdorim fare qumshtin. Pra, nëse anvisat e shohin në këtë gjendje, për zjerjet e këtyre, e shohin me sy, nuk është nevoja fare që ta përdorim qumshtin. E heqim një qumshtin. Atëherë fillojmë. Po, të hedhim pak? Po. Kemi vetëm gjalpin dhe kakaon, hidhe paprikniki, që do ta përdorim në fund fare. Gjalpi është në temperaturën e ambientit, ku unë do ta hedh më vonë dhe do ta frulatoj përsëri. Dhe kakao, më falni, jo kakaon, çokoladën. Po se nga që kemi bërë shumë ëmbëlsira edhe... Jo, gjithmonë ngjyra e kanellës me kakaon më dha të përshtypje. Çokoladën do ta përdorim, ka dy variante. Mund ta përziejmë, copzat e çokoladës dhe keku sigurisht do ta marrin një ngjyrë të errët, por mund ta shtrojmë dhe një si shtresë të vetme në mes të kekut. Dhe unë atë do të preferoja më tepër këtë pjesën e dytë. Po mirë, e shohim këtë pjesë. Sa miell do t'i hedhim? Derisa të bëhet pak më trash? Hidhe, po. Anvisat e dinë që nëse rëndojmë pak me mielin, i hedhim pak qumësh pastaj, po, patjetër. Prandaj thash, neutralizojmë në gjithmonë një filxhan kafe qumësh, 50 ml është i mjaftueshëm. Mendoj që do të më duhet akoma miell dhe pak. Ne do ta hedhim edhe kaq. Derisa të beremi pjesën tjetër të miellit, kemi atë shkputje. Shiko, e kemi thënë gjithmonë këtë që ndodh nga madhësia e vezës, nga lagështira e kungullit, gjithmonë masat nuk janë fikse. Unë kisha ndjerë fiks 200 gram miell. Por mendoj që e kërkon dhe një 50 gram tjetër. Unë përshkoj të marr miell, ndërkohë ne do të shkëputemi për pak publicitet, se kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi për të vazhduar me kekun ton me kungull. Jemi në punë e sipër duke përgatitur kekun, është momenti që ne të hedhim vetëm gjalpin. Sa gram kemi këtu? E hodhëm edhe një copë, kemi 100 gram gjalp. 100 gram, e kemi përzier në temperaturë ambienti, i japim dhe një të trazuar, e shohim që ndryshojnë ngjyra, përsëri, filloj të zbardhet pak, dhe tani do ta hedhim në tavë. I themi anvisave që përveç 200 gram miell, ne shtuam dhe një 50 gram tjetër. Tani filloj, i largojmë. Ja. Gjithçka është gati, ja një sekond, që mos bësh pisniki. I shkundim me këto. Ja, largojmë. Tani, masën që u përftua këtu, e shtojmë në një tavë për kek. Mos harrojmë edhe furrën që kemi ndezur në temperaturën. Po, furrën e kemi para ngrohur. Kemi dhe çokoladën për të hedhur, por siç thash, unë do të preferoja personalisht që ta bëja me shtresa. Pra të jetë një shtres brum dhe një shtres çokoladë. E shtrojmë shtresën e brumit, po. E hapim mirë në gjithë sipërfaqen. Dhe tani
lirshëm. Mjafton të kemi mjetet se gjithçka realizohet. Po, hedhim çokoladën. E pudrosim. Është shumë e shishme, besoj, po të shohim si do dalë me kungull, se kek të thjesht kemi përgatitur, po me kungull asnjëherë se kemi sjellë. Them që do dalë mirë. Ja, të shohim. Nuk do të hedhim me çokoladë, se mendoj që e ngarkojmë shumë. Unë kisha një çik më shumë se 100 gram. E mbulojmë komplet sipërfaqen. Po edhe ngarkohet, po edhe bëhet më shumë e ëmbël, se hodhëm edhe sheqerin, edhe mjaltin, vetë kungulli është i ëmbël. Ma mbaj çik. Ja. Mos ta lëm këtu në tavë, se është gjyrna, ja, e largojmë. Largohet tavën? Jo, ka njerëz që e konsumojnë dhe kështu. Ka njerëz që e hanë di. Pritë të rritet dhe i qik vajza dhe do thotë, më lërë një qik brum, ashtu si në që ka thënë të tjerëve, fëmijët tanë. Në lërë qik brum, se mua më tepër më shijon ashtu, thonë, se sa i gatuar, po. Ja, me kujdesi, mos në dali çokolata, mbi të, dhe nëse në del, sigurisht nuk ka fare problem, por, kjo është e gjitha. Tani vetëm do t'a vendosim në furrë. Çokolata do dali në mënyrë të çrregullt, sigurisht, edhe nëse nuk është një vije drejt, prap, do t'japi një ngjyrë dhe kolor shumë të këndshëm. Dhe, keku përfundoi. Kjo është. Tu kemi dhe plurin e sheqerit për në fund. Ajo është për në fund. E vendosim çik të lutem. Që do vjen në vend. Kështu që të shkojnë të gjitha në vend. E vendosim në furrë, temperaturën 180 gradë për 30 deri në 35 minuta. Çka do të thotë që në pjesën e dytë ne do të kemi mundësi ta shijojmë kekun ton, ndërkohë po e përmend anvisave zonjave tona të shtëpisë edhe një herë përbërësit, sepse zonja Vjoca kemi diçka ditë për të gatuar pastaj apo jo. Patjetër, do të bëjmë një supë që më tepër do të ngjaj si një risotto shumë e lëngshme. E qartë, po menjëherë sapo ti lexoj përbërësit, në menun ton do ta shihni tashmë në ekran kek me kungull dhe çokoladë. Kjo është menuja për ditën e sotme. 400 gram kungull i verdh, 200 gram miell, 4 kokra vezë, 100 gram gjalp, 200 gram sheqer, një pako pluhur pjekës, 100 gram çokoladë, kanell, krip, sheqer pluhur. Këta ishin përbërësit. Shënojini, ndërkohë zonja Vjoca më the që duhet të sjell këto përbërësit e tjerë. Është në dëshirën tuaj dhe një lugë e gjys mjalt. Atëherë, këto janë përbërësit e recetës tjetër, cilë padyshim ne do ta realizojmë në pjesën tjetër, por thjesht po i prezantojmë anvisat. Atëherë, ja kemi oriz, 200 gram, kemi 2 karrota të mëdha, që do t'i presim në kubik, kemi një panxhar, prandaj këtu është e gjithë e reja, e kësaj recete që do të sjell, që panxharin ne zakonisht e përdorim për sallata. Për sallata, po. Të zier. Sot do të bëjmë një supë që në pamje të parë e theksoj më tepër do të jetë si një risotto, por më shumë e lëngshme se sa risottoja. Risotto vjen pak më e butë se pilafi, po, çik më e trash, dhe do të përgatisim përveç se karrotave dhe qepës që do t'i vendosim fillimisht një qep të vogël të kuqe, do t'ja vendosim fillimisht kur ta gatuajmë me orizin, do t'a shuajmë me gjysmën e verës, në një tigan tjetër përsëri gjysmën e karrotës, dhe kemi dhe një kungull, dhe gjysmën e kungullit me komplet panxharin, ne do të gatuajmë të bëjmë një salsë, mund të themi, sa do t'jenë në kubik, që do t'ja vendosim sipër supës. Të herë do përdorim këtë kungullin e jeshil, të voglin. Kungull që unë e kam qëruar pak me qërusen e patates, dhe tani do të filloj punën, dhe i them anvisave vetëm që do të vë në tigan, për arsye kohe, do të vë vetëm qepën dhe gjysmën e karrotave. Do t'a grim qepën. Të gjitha gjërat e tjera do t'i transmetojmë direkt. E qartë. Pra ne, gjatë kohës që do të ndërpritemi për publicitetin dhe edicionin informativ, do të përgatisim vetëm qepën dhe karrotën. Qepën do t'a grim, besoj? Qepën, falë, të thelpi hudhër, po, i largojmë këto që mos ngatrojnë. Do jetë një supë me, si ta titullojmë? Supë me panxhar. Supë me panxhar, sepse panxhari është elementi i ri. Sepse karrotën dhe kungullin e kemi përdorur në supë, pra dim që gatuhet me to. Kështu që se si do jetë kjo supa me panxhar, ne do ta shijojmë në pjesën tjetër, sepse
Kemi përfunduar edhe kekun në këtë pjesë të parë, presim që ai të piqet në furr. Përbërësit i kemi lexuar, pra një recetë të ëmbël dhe një recetë të kripur. Po, patjetër. Do ta shoqërojmë drekën e sotme, besoj se do t'ju vim shumë në ndihmë për këto të dyja recetat. Edhim dhe karotën, të presim apo ta mbyllum tani? Si të dëshirosh? Ne e shpjeguam. Kështu që ndalemi për hapësirën publicitare, ka edicion i shkurtër informativ në News 24 dhe ju presim vetëm pas pak, këtu në Villa 24 në këndin e kuzhinës. Na ndiqni, mos u largoni. Zonja Vjollca është duke përgatitur supën, sapo e filluam, sepse do ta shpjegojmë edhe një herë për anvisat që sapo kanë hapur ekranin e News 24. Siç thash, unë në tenxhere vendosa 2 lugë vaj ulliri, atë qepën e vogël të kuqe, të grirë në kubik, vendosa 1 thelpi hudhër të grirë në kubik së bashku, i ka urdisa gjysmën e karrotave dhe gjysmën e kungullit. Mbasi trazova, vendosa 200 gram oriz, ka urdisa pak, i shuajta me gjysmën e verës që kisha në gotë. Pastaj gradualisht i kam hedhur lëng perimesh dhe thash që ne do të bëjmë një supë të trash, njësoj si risotto, po akoma më e lëngshme. Diçka e ndërmjet me thamë. Po, risotto është më e butë se pilafi, kurse këtu është akoma më tepër se që risotto. Dhe tani mendoj që, si që dini ju, orizi do 14 dhe 16 minuta që të zjej. Në rastin konkret, ne duam 16 minuta, nuk e duam al dente, duam që ajo të ne bëj pak kremoze, edhe pjesën e ulim temperaturën, akoma më tepër, dhe tani është sekreti. Deri këtu ishte një sekunde. Këtu është një supë normale? Një supë e zakonshme, që tjetër gjë që sasia e orizit tu është qik më tepër, në supat e zakonshme në mund të hedhim fide, nuk hedhim kaq shumë, hedhim pak më pak. Tani është sekreti që ne do të vazhdojmë punën. Do të hedhim këtu vetëm një lugë vaj ulliri dhe një lugë gjalp. Unë përbërësin që është kryesori dhe që ka marrë emri receta e kam në duar, që është panxari, se si do të realizoj tani zonja Vjollca. Hedhim dhe një lugë gjalp dhe me njëherë do të hedhim karrotat, do të hedhim sa merak e ka niki panxari. Po, është shumë e çuditshme, nuk e di, të dalë kuqe buket. Po, panxari, s'ka problem fare, radha e punës këtu. Dhe i ka urdisim së bashku. Këtu, thash, e ulim në minimum temperaturën, mbasi kaq të lëngshme dua unë supën. Do të hedhim kungujt dhe pak erza trumz. I trazojmë së bashku dhe i lëmë këtu në tigan. I vendosim pak kapakun që të na zbutet. Dhe ndërkohë, këtu kam grirë majdanozin. Do t'i hedh kam grirë dhe lëkurën e një limoni. Këtu kam pak fare spec djegës. Dhe i trazojmë këto së bashku ose i lëmë kështu si që janë. Me gjalpin mbaruam punë. Këtu kemi pak krip, që do t'ja hedhim këtu për bërzve që kam në tigan. Hedhim pak krip. Pra punojmë paralelisht. Piper të zi, po. Krip piper i zi në fund. Tani, të gjithë përbërësit që unë kam këtu në tigan, duen al dente. Nuk duhen shumë të zjera. Këtu i kemi të zjera. I trazojmë. Dhe këto do t'i shuajmë përsëri me pak verë. Tani vera në një supë, zonja Vjollca? Shiko, është element i ri dhe ky. Edhe karota, edhe panxari është i ëmbël. Kështu që zakonisht në panxarin kur e kemi në sallat, i hedhim domosdoshmërisht pak uthull. Po. Sigurisht. Dhe në rastin konkret, vera luan rolin e saj shumë pak hodha këtu, po, aty orizin e gjithmonë e kemi shuar me verë të bardhë, zakonisht. Tjetër gjë që në shtëpi kur bëjmë një pilaf zakonshëm me gjalp apo me një perim tjetër nuk e hedhim, po, por orizi me verën e bardhë shkon. Tani këtu do të hedhim
pak nga këto përbërës brënda, por në mënyrë të veçantë do të hedhim fillimisht pak djath parmigjan brënda dhe e lith. Gjithë të elemente paska? Po, ka goxha, ka, nuk është sup. Ja, është fiks, nuk duhet ta lëmë akoma më tepër, se ndryshe pastaj duhet të shtonim akoma... Si gjysëm e lëngshme. Thash, do t'jetë një risotto akoma më e lëngshme. Ka ardhur momenti që ne edhe mund ta shërbejmë tani. Ka që përfundojmë edhe me supa e gjitha. Po, përfundoj. Këtu është mirë që këto të rinë edhe pak, do t'i lëmë. Ndërkohë, a merremi ne me kekun? Po, unë shoh që e ke hapur sobën, duhet t'jetë përfunduar keku, duke bëjmë atë provën e famshme me shkopin e kuzhinës. Ka përfunduar edhe çokolata që bie, e ta marrim një mbajtëse. Ja, kështu. Ndihet aroma e përbërësve kanelës. Edhe ky kek është me kungull, nga i kungulli ëmbël i verdhi që e përdori zonja Vjolca bashkë me përbërësit e tjerë duke i trazuar me mielin, me vezët, me sheqerin, me kanelën, me plushi i qielli që ta edhim në fund fare për ta sfërkatur. Sa më ftohtë të jetë sipër, aq më mirë është për ta përdorur ne pjesën e... Ja, vendosim të kjo mbajtësja e bukur. Kemi dhe një tjetër se është shumë e nxehtë, nuk e edhe këtë tjetrën. Po. Ja, kështu. Kjo është moment shumë special, shumë i bukur, kur merë gjithë formën e duhur përgatitja e recetës, dhe në fund me pak pluhur sheqeri, thjesht edhe për t'i dhënë ëmbëlsinë e duhur, por edhe për ta dekoruar, për ta zbukuruar, për të marrë formën e një keku shumë të bukur. Tani mua më fillojnë emocionet, tani mua më fillojnë Niki, kur ta shijoj gjëndrat e përshtymës. Do ta ndaj. E presim një copë, edhe pse është pak e marrim me këtë thikën, s'ka problem. Ja të marrë një pjatë këtu. Si që shohim, thika nuk na lyhet me asnjë nga ingredientet. Po i hedhim sy edhe tenxherës, se mos këtej provojmë kek, këtej djegim, rregullojmë një gjë e prishim një tjetër. Po. Atëherë. Ja. Fiks sa çdo jam ke prerë. Edhe çokolata në mes ka qëndruar ashtu. Më mirë që e hodhëm kështu në mes. Po, më mirë, sepse ashtu do të na bëjë komplet në ngjyrë kafe. Këtë do të jetë nxehtë tani apo? Ja, ajo është sigurisht që është e nxehtë. Tani ne këtu përfunduam. Dëgjoj, kungulli s'po ndi fare. Në kuptimin që është tretur, është përzierë me gjithë përbërësit e tjerë, por që ka kungull brenda, për dhe për fëmijët, siç e tha zonja Vjolca, që se han kungullin. Patjetër, do të gjejmë mënyrën se si ata të... Ja, e hoqëm, duhet të ishim shumë vigjilent, që këtu duhet ishte diçka akoma më e lëngshme. Se që ka një shije shumë të mirë kjo keku. Do të hedhim njerë këto. Çfarë i hodhëm ne për aromë, zonja Vjolca? Kanel? Po. Kanel, se përsëri isha gati të thosha që i hodhëm... Kakao. Ja. Edhe karotat kanë marrë ngjyrën e... Hedhim edhe këto. Panxharit. Po. Hedhim edhe djath parmigjan. Po sa e bukur që doli, shumë e bukur. Mendoj që është një... Ja, po i bashkojmë të dyja pjatat. Një drejk speciale. Një drejk speciale, një sup... Sup, si mund ta quajmë? Sup ta quajmë? Thash që në fillim që sup... Është një diçka ndërmjetme, po... Ne në recetë kemi quar këtu, ka shumë lëng. Tjetër gjë që kjo duhet serviret në momentin që ne e largojmë. Ne pritëm një qik sepse emisioni ka... Po, ka dhe ndërprerjet e veta, sepse... Por, nuk ka problem. Mjafton që t'i hedhim përsëri pak lëng perimesh dhe ajo shkon në gjendjen e duhur. Stabilizohet në gjendjen e pashme. Duhet të ketë qik lëng, nuk bëhet fjalë për risotto, pra. Është një supë e trashë që në shumë më përpara ja u gatuanin nënat fëmijëve dhe i thoshin lap, do hanë lapa. Orizi. Orizi. Por nuk është e tillë,
Tjetër gjë që në pamje duhet ishte ashtu. Qartë. Unë sa po e përmendaj që ne kemi quajtur sup me oriz dhe panxar, sepse panxari është elementi kryesor i veçantë, le të themi, që dallon zakonisht nuk e kemi përdorur, që nuk e kemi përdorur, kështu që për recetën e kekut që ishte prak me kungull dhe ky elementi veçantë, sepse vërtet mund të thuhet që kemi gatuar kek, po keku sot është gatuar me kungull, kungullin e verdh të madhin që zakonisht anvisat e përdorin edhe për lakror, zonja Vjollca, përdoret ai lloj kungulli, edhe për gatime të tjera, dhe për salca të ndryshme, ndaç për pasta, ndaç për risotto, për liko, për supa, për gatime, për çdo duash ti përdoret. Ndërsa në recetën që do të shkruani tani në bllokun tuaj të gatimit, sup me oriz dhe panxar, zonja Vjollca ka përdorur këto përbërës: 200 gram oriz, 1 kokër qepe kuqe, 1 thelp i hudhër, 2 karrota, 1 kungulleshk nga ato jeshilët të njohur, 1 panxar, spec djegës, 600 ml lëng perimesh, 1 limon, është përdorur vetëm lëkura, është grirë, 150 ml verë e bardhë, 50 gram djath parmigiano, 1 lugë gjalp, 1 lugë gjelle, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piperizi që janë element të pandashëm të gatimeve të kuzhinës tuaja. Ne e kemi përfunduar, besoj. Dhe pamja duhet jetë e gatimin për tillë. sot. Ja, kështu. Pasi hodhëm pak nga lëngu. Po, kështu duhet jetë, e lëngshme, shumë e lëngshme, thash, më e lëngshme se sa një risotto. Atëherë hedhim këtu përsëri në tenxhere dhe djathin parmigian. Hedhim dhe të gjithë këto përbërësit, e tjerë pra lëkurën e limonit, shumë pak spec djegës, majdanozin, dhe në fund fare, vetëm kur ta hedhim në pjatë, nuk mund ta hedhim panxarin këtu, se nëse ta hedhim këtu, do na i dekoloroj komplet, nuk do dalë në një formë të tillë. Panxari do shpërbëhet ngjyra dhe do na bëhet e gjithë tenxheria në ngjyrë të kuqe. Atëherë për ta ruajtur këtë, për të shijuar edhe estetikën dhe shijen, atëherë mendojmë që ta hedhim kështu sipër. Do të jetë shumë e mirë dhe unë do ta provoj me një pirun tjetër, por tek lëngu i perimeve, zonja Vjollca, mund të jenë perime që kemi zier vet apo? Po, mund të jenë perime, mjafton të hidhni karrotë, selino, qep, çfarë perimesh të dëshironi, po për një emergjencë mund të përdorni dhe koncentrat perimesh. Edhe kjo që e shkëlqyer. Ti gjithmonë në recetat të shkëlqyera na sjell. Rrofsh, faleminderit. Dhe unë ndjehem mirë kur ju i shijoni, i pëlqeni. Dhe shpresoj ta shijojnë në shtëpitë e tyre dhe anvisat, shpresoj ta kenë ndjekur këtë recetë sepse është vërtet shumë e veçantë. Ashtu sikundër janë të gjitha recetat, por kur kanë këto elementet e veçanta që nuk na vë vetëm në mendje që mund të përdoren edhe për supra apo për gatime të ëmbla. Më falni, ki panxari është një nga perimet që ne shqiptarët zakonisht nuk i kemi dhënë rëndësinë e duhur, por që është sa i shëndetshëm. Bravo, prandaj shumë kush e quan lëngun e jetës, atë panxarin me atë mollën e me atë karrotën. Mjafton shtrycën ke mvut, doli lëngu, e pim, por qenë dhe mënyra të tjera për t'i trajtuar perimet, për t'i patur në tryezën tonë dhe për t'i dhënë organizmit, për të shtyr dhe për t'a bërë shëndetin i kombinimit. Po. Sa më shumë fantazia, kjo është një recetë me shumë fantazi për shembull. Kështu e mendova dhe kështu e prura. Zonja Vjollca i ka hedhur sipër përbërësit, pra majdanoz kemi sipër, kemi lëkurën e limonit që i jep edhe atë ka aciditetin e duhur, po jo të plot të limonit, të një kokë e limonit, se mund të, zakonisht në supë përdoret pikat e limonit, po kjo është supë tjetër, supë ndërmjet me midis supës edhe risottos. Mirë, e mbyllim? I përshëndesim anvisat? Ti lavdërovaj shumë, sa që unë mezi po pres ta provoj për vetë. Po, unë e kam lugën gati, kështu që me lugë në dorë, ne do të përshëndetemi me anvisat tona, do të themi faleminderit edhe për ditën e sotme, dhe si gjithmonë në fund të gatimit i kujtojmë që të klikojnë në balkanue.com, te rubrika gatimi, mund t'ju ndihmojnë të afërmit tuaj për të lexuar të gjitha recetat, ja tek e shihni, ka një rubrikë të posaçme të gatimit, aty janë të gjitha recetat e zonjës Vjollca, të detajuara me përbërës, me gramaturën përkatëse, ju i lexoni thjesht i gatuani në shtëpitë tuaja. Nëse nuk e keni Balkanue bin aty afër, ose nëse doni ta shihni me video, klikoni në YouTube. Ja, këto janë pamjet që vijnë nga balkanue.com. Perime dhe kos. Po, perime dhe kos, patate pure me bizele në furrë, po.
Se kisha spinaqin e shuar me kosë me vezë, ishte shumë. Edhe kisha parasysh dhe atë këshillin që më ve, kur ta shuash, mos e kesh të nxehtë tenxherën, pak më njarë në mënyrë që të mos pritet veza. Të gjitha këshillat i mbaj mend. Klikoni edhe në YouTube Këndi Kuzhinës Vila 24, aty gjeni të gjitha videot e gatimit, siç gatuhet këtu, janë dhe aty të hedhura në mënyrë që ju t'i shihni pak më vonë sërish, edhe të mos harroni asnjë lloj detaji që vjen te receta, në mënyrë që të dalin paqë të shijshme sa që gatuan dhe zonja Vjollca këtu në këndin ton. Do të përshëndetemi së bashku, këtu përfundon hapësira e gatimit, ju mos u largoni, Vila 24 është deri pas pak. Mirupafshim, ka publicitet, edicion informativ. Mirupafshim, faleminderit Niki. Faleminderit.